Ashtu siç u thamë, mendoj se kjo është një problem që ka përcjellë në vazhdimsi të këto procese zgjedhore që i ka organizuar Kosova, po tek në këto zgjedhjet e fundit u shpërfaq si problematik ku për shkak se ne të kaluarën, pra vetë kam raportuar për këto keqpërdorime që zakonisht ndodhen brenda subjekteve politike, pasi të mbyllen kutitë e votimit dhe kur fillon numërimi dhe pasi të dinë rezultatet e subjekteve politike, atëherë themi ka një pavarësi mes komisionerëve të partive politike që mlidhen ato dhomat ku bëhet numërimi i votave dhe pastaj nuk ka ndonjë mekanizëm ose le të themi kështu monitorim vëzhgim të saktë për atë se çfarë po ndodh me votat e kandidatëve dhe kjo pra nuk është diçka që po ndodh tash fundi, por tash u zbulua dhe u kap në masë të madhe nga ana e fillimit që identifikuar nga KQZ dhe pastaj pati raste edhe nga ana e prokurorisë së shtetit që nuk do duhet të ndalej vetëm me ndalimin e këtyre komisionerëve që kanë qenë prezent në këto kutitë e votimit për shkak se dihet që këto në të kaluarën ka pasur janë struktura të organizuara brenda partive politike ku komisionerëve por edhe votuesve ju shkojnë të 10 lista të caktuara se cilët kandidat dhe kjo ndodh në rajone specifike se cilët kandidat duhet të shkojnë për deputet dhe të votojnë në masë të madhe nga ana e qytetarëve dhe nëse nuk votojnë ata kandidat, pastaj janë komisionerë që duhet të mbushin ato le të themi ata numrat e zbrazët që mbesin e që siç dihet ka dëshmuar edhe zgjedhjet e fundit që kjo reforma që ndodhi pra ndryshimi i ligjit për zgjedhjet me votimin e 10 kandidatëve po del që nuk ka qenë ndoshta një gjë e mirë për shkak se janë shumë kandidatë e në të kaluar kur kanë qenë 5 kandidatë nuk është se janë votuar të gjithë për shkak që shumica zgjedhin të themi liderin e partisë dhe pastaj një numër të caktuar dhe kështu janë fare pak flet votime që mbushen me të gjithë kandidatët e subjekteve të partive politike dhe pastaj kjo ju lë mundësinë këtyre keqpërdoruesve komisionerëve që mendoj se janë të nxitur dhe në bashkëpunim edhe me përfaqësues të partive politike, nëse jo edhe me kandidat pra që garojnë për deputet të Kuvendit të Kosovës dhe pastaj ndodhin këto keqpërdorime. Ndoshta do duhet që kjo çështje të adresohen në të ardhmen, pra po shihet që reforma e ndërmarrë nuk ka qenë e mjaftueshme dhe veç mas tash pas këtyre parregullësive të identifikuara. Të kuptojmë këto parregullësi pra kanë ndodhur në mënyrë fizike, por ka parregullësi që ndoshta ndodhin edhe tek sistemi elektronik i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për shkak që për shembull, unë kam raportuar vitin e kaluar pas zgjedhjeve të 9 shkurtit që i kishim, ku janë futur në sistem të dhënat, kanë munguar të dhënat për disa prej deputetëve në disa qendra të vendvotimit. Kjo ka ndodhur tek disa parti politike. Por pastaj nuk është se është adresuar ose nuk e dini se ngritet në instanca të tjera. Ne vetëm pa ta raportuar si gazetar lidhur me këtë çështje, pra ka qenë një artikull në Koha.net, pra janë shumë aspekte që do duhet adresuar në të ardhmen, tash edhe me zhvillimin teknologjik sigurisht se ka mundësi që të përmirësohet sistemi dhe të eliminohen këto mangësi dhe faktikisht këto keqpërdorime që kanë ndodhur e që besoj se do të mund të ndodhin edhe në të ardhmen nëse kemi këtë sistem të ngjashëm dhe nëse nuk kemi një monitorim më të madh qoftë të vëzhguesve nga ana Komisionit Qendror Zgjedhor, nga ana e vëzhguesve të pavarur, misionit vëzhguesve të Bashkimit Evropian dhe kjo problematikë do të na përcjell. Pra, për shkak se siç e thash, është dëshmuar se nuk ka qenë gjë e mirë kjo listat ose kërkesa për të rrumbullaksuar dhe kandidat për deputet në këto lista, pasi shumica e qytetarëve nuk është se ose i kanë disa të preferuar, por jo të gjithë qytetarët i plotësojnë të gjithë ata. Dhe as që i njohin për shkak se pastaj edhe kjo kërkon kohë nëse ka ndodhur që kampanja që në votimin kur dikush është vonuar shumë herë kanë lidhur dyshimi te komisionerët aty sepse po vonohen. Ndoshta ai ka shikuar ato emrat e kandidatëve se cilin ta votoj për shkak se është problematike të mbahen mend të gjitha ata emra, kështu që janë mangësi që do duhet adresuar në të ardhmen se ka vullnet nga ana partive politike, që nuk besoj se ka vullnet nga ana partive politike për shkak se subjekteve gjithmonë të tillë konvenojnë që të ketë këto hapësira le të themi ligjore në mënyrë që ndoshta edhe të keqpërdoren për shkak se tek e fundit partia politike është grup interes. E përmendit zonja Lusha, pra që marrja ose marrja urtësisë së deputetit ka beneficione të shumta. Tash çfarë kemi parë në zgjedhjet e vitit kaluar dhe këto zgjedhje është që ka edhe grupe të ngushta të interesit brenda partive politike që ndoshta janë të lidhur edhe me leadershipin e partisë që ai leadership ka interes që disa kandidatë të caktuar pra t'i bëjë deputet edhe në qoftë se ata nuk arrin që të sigurojnë votat e mjaftueshme dhe ndoshta dhe kjo është çështje edhe për prokurorin, pra ndoshta hetimi ose finalizimi këtyre hetimeve mund të dëshmoj deri në çfarë mase ka qenë lidhja mes komisionerëve dhe këtyre kandidatëve për deputet, por po ashtu edhe subjekteve politike në përgjithësi. Në fakt vetëm vetëm me ndëlidh pak me fitimin, është e domosdoshme nevoja e reformës zgjedhore substanciale. Dhe kjo përfshin faktin nga mënyra se çysh emërohen këta komisionerë.
me qenë se ligje parashikon që partitë politike i propozojnë edhe i dërgojnë emrat e ata shumica janë simpatizant, antar të vetë partive politike që marrin pjesë në komisionet për numërimin e rezultateve, qoftë në qendra komunale, qoftë edhe në qendrën e numërimit të rezultateve. Unë mendoj që nga ky moment mund me lind dyshimi që procesi mund me u lëndu edhe me ja humb integritetin edhe mos të pas siguritë votës. Pse? Sepse, siç e tha edhe Fitimi, kur partitë politike, liderët e partive politike krijojnë rreth vetes ekipe ose struktura që ata dëshirojnë t'i favorizojnë, normalisht edhe emrat që i propozojnë për anëtarët të komisioneve, qoftë zgjedhore, qoftë atyre të numërimit, sigurisht që ata me vedijet plot e dinë që kush dhe cili komisioner edhe mund të jetë i afërt qoftë me një kandidat për deputet, qoftë me një strukturë të partisë. Kuptimin e asaj që me e ndihmu ose edhe me lecu që një grup i caktuar i deputetëve edhe me përfitu ma lehtë vota të manipuluara. Aspekti dytë i procesit zgjedhor që mund të reformohet është vota preferenciale. Është Kosova, unë mësaj është vendi vetëm që e ka deri në 10 kandidat. Në fakt, parimi kushtetues një shtetar një vot, tek ne vlen një shtetar 10 vota. Në kuptimin e nuk ka sens as kushtetues as juridik. Zona me unda dhe dhe njëri cilin e voton për pjesën e vet. Absolutisht. Po themun e 30 komuna me qenë se tani vot. Që veni është me unda në zona zgjedhore, ndoshta kjo e kish lecu sadopak edhe procesin e numërimit edhe e kish zbej sadopak edhe procesin e manipulimit. Megjithatë, ndoshta ideja më e mirë është të kalojmë në një votim administrim elektronik të komplet procesit zgjedhor, si në ditën e zgjedhjeve, ashtu edhe në ditën e numërimit të rezultateve. Ajo që ka u dëshmu si vetë është që kjo reforma që votat e kandidatëve të numërohen në qendra komunale nuk ka rezultu. Ideja nuk ka rezultu e suksesshme. As në zgjedhjet lokale që i patëm edhe në balotazh, edhe në këto zgjedhjet e fundit, as në zgjedhjet e vitit kaluar parlamentare, sepse u panë që pikërisht në shumë raste ka ndërhyr edhe prokuria e shtetit duke numëruar komisionerët, ka pas manipulime dhe dyshime që po falsifikohen dhe po tetërsohet vota. Po kalojmë te pjesa e zhvillimeve që pritet të ndodhin tash e tutje. Si besoni që do të rrihet tash procesi për konstituimin e Kuvendit Kosovës? Partia që i ka fituar zgjedhjet e ka një shumicë, a besoni që i ka votat e mjaftueshme që mos të ketë më prolongim? E para, unë besoj që sa i përket konstituimit Kuvendit dhe formimit qeverisë nuk shoh pengesë, sepse ekziston shumica parlamentare e nevojshme që edhe si e vetme qoftë edhe në bashkëkoalicion me partitë e komuniteteve të tjera të zgjedh kryetarin dhe nënkryetarët e parlamentit dhe po ashtu edhe që të kryhet edhe procedura e zgjedhjes së qeverisë. Sipas procedurave, normalisht nga nesër presidenti duhet ta thrasë seancën e konstituimit